Kush të ka mësu me thonë, kur të hesh në treg, me thonë la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, doa në tregu që është e njohur. Me thonë, kur të në treg, ka thonë pejgamberi son 1000 herë 1000 sevape. Sa bojnë? 1 milion sevape. 1 milion sevape. Veç hin, edhe dil. Ibn Umeri e ka marrë në fiun, ka hajde shkon në treg edhe mu shumë shpërblim. Kur s'kena me blesen, veç po im fillim, edhe dalim në fund. E thojmë doan, japëm selam dhe po dalim. Fitum ball. Fitum sa të dush, fitum. Andaj këta njerëz e kanë kuptuar këtë mirësitë Allah xhela, këtë lutf, edhe e kanë shtuar maksimalisht. Për këtë arsye dhe duaja e tregut, pse e ka se opën 1 milion? E thotë dikun tjetër, po se ka 1 milion. Pse në xhami se ka 1 milion? Xhamiu më mirë. Janë xhami se ka 1 milion, pse në xhami tonë thonë. Apo, na tamam puna në xhami dhikër mos më bëu. Po në treg harrojnë njerëz dikën Allah xhela. Janë tutuar. Sa çmimi, sa bën kjo, sa fitova, sa hupa, sa apata ardh, a shkoj, apo janë tutuar. E në hutinë e njerëzve, ti mu të kuptu me thonë la ilaha illa Allah, pagun shumë fesh Allah xhela wala. Andaj ka kohra kur një punë paguhet normal, por ka kohra kur hyp çmimi. E hyp gafleti njerëzve, e hyp çmimin e njëdhimi shumë me hyp çmimin. Kur njerëz janë të pakujdesshëm musliman, sikur të më mendje, ty Allah ta që më mendje, çu e këta në hup, apo ti mos u habet. Thuse po tot Allah xhelon në vesh, mos u habet rubien. Ti mos leti këta në habit. Leti këta në habit, ti mos mu habet. Ti fitoj atë. E kur të merr të njerëz, çush bëre çto e pa. Këta e ka zë Latifi që mos mu habit. Mos u habet pra. Çeli dyrt që njerëzin habit. Pra ne thotë me Kaim rahimullah, ka dyr që kur shkosh kallabllak ka njerëz atje atë. Po ka dyr që pak janë, sa ka shumë lirin to. Thotë shkoj aty ku s'ka kallabllak më mirë ki jote. Se në kallabllak njerëz gjithmonë apo kallabllak njerëz bëjnë punë sa të lira. Aty ku ka pak njerëz, di se është shtrejt. Apo shtrejt aty, që ata ka pak njerëz, nuk frekuentojnë shumë, është shtrejt. Edhe ka do dyr janë shumë shtrejt se vapet ato. Jo pse njerëz s'kan parë me pagu, po s'kan mend me menuar ato. Apo se u kujton Allahu xhallahu ala. E ty që ta kujton një gaflet son e tyre, di se ka prek me emrin e tij El Latif.